mami ka bërë gjyshja ime, tani unë jam bërë gjyshja vetë, jo bëj nipit e mbejsës time. Por me një ndryshim, jo se gjyshja ime që dakord i bënte vetëm me mjalt, por bën edhe me sheqer. Nëse masa është me 1 gotë gjysmë sheqer, unë do hedh 1 gotë sheqer dhe për t'i dhënë një aromë dhe një shije të mrekullueshme do vendos edhe një 3 lugë gjallë për të llogaritur atë gjysmën e sheqerit tjetër. Tani, për bërësit për këtë recetë janë 2 vezë të plota që do t'i hedh unë në brumë. 1 të verdh veze, do më thënë 3 vezë në duhet, 1 të verdh veze, do t'a ruaj më një anë, do t'i hedhi Katerina një lugë qumësh dhe në fund do t'illustroj kapuçat komplet pjesët e gurabieve. Pra, 2 vezë do t'i hedhim këtu, fillojmë nga puna duke i thënë për bërësit, jo, më zdel, ja, dole. Pra vezët o vitali. Edhe në këtë rast, mirë është që vezët jenë në temperaturë ambienti. Tani, një zonë para shumë vitesh më shkruante. Zonja Vjoca po deshe na jep me gramatura se me gota nuk i kemi gotat sa të tuat. Si njësi mace, ju do keni një gotë ose një filxhan çaj që keni në shtëpi. Mund t'jetë filxhani çajt 200 ml, që zorë se është por 150 zakonisht filxhanat e çajt. Mund t'jetë dhe 120. Do vazhdoni nga fillimi deri në fund me atë masë që do merrni ju në fillim. Me atë gotë që përdorni. E morën sheqerin. Dhe nëse unë them një filxhan çaj ose një gotë në rastin siç ka marrë vaj ose yndyrë, unë vajin do ta kem edhe gjallë, edhe vaj, ose kos, ju do të vazhdoni me atë që filluat në fillim, me gotën që keni ju. Unë një si mace, nuk mora filxhan e çajit, se këtu është kallaballik duan çik më shumë. Mora një gotë që është 200 ml, dhe me gotën do vazhdoj deri në fund. Në shtëpi për 2 fëmijë të vegjël, mund të vazhdosh dhe me një gotë. Një filxhan çaj, një gotë normale me ato të shkurtra. Dhe vazhdo me atë gramaturë, me atë masë. Se gjithë sekreti është pastaj ke mielli. Nëse ti do të hedhësh këtu një filxhan 150 ml dhe pastaj vazhdon me një gotë që është 200 gram me mielin, sigurisht raporti nuk ecën paralel, ha? Ja, kjo është e gjitha. Do të hedhë dhe sheqerin, lajt që duar, dhe do të vazhdoj tani me të tjerat me radhë. Katerina, të lutem, atë gjalpin jo në temperaturë të lartë, vetëm sa të më tretet pak. Gjalp lufra, të gjithë të? Po. Gjithë të gjithë. E bëjmë bashkë që mos tjetë ai efekti ngrirjes, po kur trazot me qik vaj, nuk e lënë. Jo se s'bëjnë, bëjnë dhe ashu, po shkërmoqen shumë pastaj. Kujdes ke brumi. Brumi nuk duhet jetë i fort, por i lakushëm. Nëse ju keni problem me duart, i lagim duart me një qik vaj, edhe e kapim shkëlqyshëm dhe komandojmë brumin. Nëse brumi është shumë i fort, aq më tepër na thërmohet, ne nuk mund të japim kur një biskote ose një gurabie formën që dëshirojmë. Dakor? S'ke, nuk e lidh. Dhe me çfarë lloj që ta bësh, ajo bëhet kock, bëhet shumë e fortë. Prandaj duhet ta keni parasysh këtë. I trazojmë një qik kështu, së bashku, pra sheqerin edhe vezën. Po shkri? Jo, koma ja ta shtoj pak, edhe se ta uj. Që ti trazoj të dyja së bashku, tash. Do të marrë dhe një 3 lugë gjelle të mira me unë e dashuroj këtë mjaltin e gështenjës. Me gjithë se zinte vëndin e dytë mjalti mares, që vjen si i hidhur, dhe zakonisht mjaltin e mares e përzjej me mjalt lules, është i hidhur, ishte mjalti me fuqi antioksiduse më shumë se nga të gjitha mjaltet e tjera. Po, mjalti i gështenjës është i rekomanduar për shëndetin. Po kjo duket që nga aroma. Është, po, është shumë e mirë. Dhe mjalti i gështenjës, sa për kulturë, nuk ngrin. Të gjithë mjaltet e tjera kristalizohen, madje një mjeshtre që kishte blet vetë, kur ka ardhur një ditë në një emision, jo këtu, e pyeta për kuriozitet. Shiko, tha,
Erdhi muaj nëntor, nëse mjalti nuk ka filluar të kristalizohet, tha, si me thënë nuk është mjalt. Si që marim për të portokallit, për shembull është çiki kristalizuar. Në fakt, të gjitha variantet që kam parë këtu të Be Magic, mua më kanë pëlqyer pafund, sidomos ai pishës mua më ka surprizuar. Nuk kristalizohet, edhe nëse shumë pak. Po. Ka një aromë edhe një shije shumë të mirë, e dallueshme njëra nga tjetra pa dyshim, ashtu siç edhe në vetë produktin nga dalin, nga natyra, pra që na i sjell punën e mrekullueshme që kanë bërë bletët në këtë rast për lidhjen e bërë me gështenjën, me pishën, me portokallin që janë variantet apo të luleve, apo të tërfilit, gjithashtu një tjetër që gjeni nga Be Magic, pa dyshim se cila ka aromën karakteristike, shijen e mirë dhe vlera të jashtëzakonshme. Ne e konsiderojmë ilaç të natyrës dhe ashtu është vërtet. Nëse do ndaleshim të mjalti i gështenjës që po përdorim ne sot, është me fuqi antibakteriale të jashtëzakonshme. Është një luftues i infeksioneve, i virozave, një pastrues shumë i mirë. Dhe në radhët e mjalteve, padyshim ju mund të zgjidhni atë që preferoni, po për të njëjtat efekte, ndoshta edhe ai pishës do të ishte i preferuar, i portokallit pak më i dashur, pastaj për të vegjëlit, sipas edhe rekomandimit të pediatrit në raport me moshën, pra mbi 1-2 vjeç, mjalti i luleve me këtë paketimin fantastik do t'i kënaq, përveç se do t'i forconi imunitetin. Aq duhet, një lugë mjalt dhe realisht forcohet imuniteti. Është mënyra se si natyra na ka dhënë dhuratat e saj për të kujdesur për veta. Këtu pra na u bë një. Këtu kemi gjithë produktet e lëngshme, veza, sheqeri që në kontakt me vezën kthehet përsëri në lëng, mjaltin. Do të hedhim tani një gotë kos. Prit, e hedhim kosin këtu ke gota e yndyrës, pra se kjo gota më duhet për miellin. Me kosin tradita, që është i plot, e dukshme kjo, ja, edhe në momentin që e shtojmë. Ja, se ja u tregoj kështu këtyre. Urdhra. Kjo është yndyra që ishte ke gota. Ja dhe një gotë kos. Këtu tani që kemi produktet e lëngshme, do të hedhim edhe lëkurën e 2 portokallave. Kemi larë portokalli dhe ke pjesa më e hollë që është si ato kokrat e orizit, aty e grim jo të bardhëna, vetëm të verdhën. Ka që ishin këtë furqën e kam dhirë për Katerina. Po. Do bëj gati të verdhën e vezës sovital me qumësht. Shumë bukur. Ne do përdorim rasen Kenwood. Tani, po, rasen Kenwood. Më fal, robotin. Robotin, me që ka të lutem këtë sitën, po. Edhe një pjatë që ta vë këtu poshtë. Ja, ku është. Edhe shpejt tani. Katër lugë me maj, shife o mbush gota. Do të hedh këtu edhe prurin pjekës. Tani mbushe një gotë tjetër ti, Katerina. Sa të bëjmë gati unë. Ta edhë këtë këshu. Se do 6 gota, 5 e gjys, 6. E shohim se më varet nga madhësia e vezëve. Shumë bukur. 1. Ullot dora ime, maroj. Ja, së ndrojmë vëndet. Duhet edhe kjo e plotë. Shiko, nuk ka nevoj fare që të sitet ky mielli, po unë e bëj thash, e kemi dhënë dhe herë tjetër këtë, vetëm për t'i dhënë ajër, sepse ndihmon në fryrjen e brumit, të vimë më mirë. Kjo është e treta, a? Kjo është e treta, po. Po. Do që ta të razojon? Ose ta vëm direkt të robot? E të vëm aty, tani. Ka që ishte, sa të përzieshin mirë për bërësit.
Shprajti që këto? Se më duhet kjo prapë, po du t'a shpraj. Hajde me një dorë, palestra që bën o shok. Shife që bën palestra, shife? Shife? Sa për? Palestra. Kur zgjoheni ju të gjithë nga gjumit, çupa ime e kam mbaruar palestrën. Marrë punë. Do na duhet gotë tjetër miell? Se mbaj mend sasin, se na as nuk e kam parë recetën. Tani ka mundësi ta rregullosh çik këtë ti? Po, e ke harruar këtë, ë? Thash po më kërcet edhe thash helbet e mos kanë punoj model tjetër. Princesësh në prizë më duket. Jos. Apo jo. E gati është në fakt. E ndezur është, po ndoshta se kemi montuar mirë bazën. Tani kërciti. Po, me gjiro të avashta njerë. Sa jemi këtu 3 gota? 3 gota kemi hedhur. Do shtojmë akoma? Po, do 6 ajo. E po mirë, Se e vetë po afrohem prap. S'ka problem, nuk i si sfare. Ne do të shohim pak recetën me shkrim, teksa zonja Vjollca dal nga dal përashton mielin Ola për çdo përdorim. Kjo është gota e 4. Brumi. Përbërësit e recetës janë këto. Kemi 2 vezë dhe 1 të verdhë që do të përdorim për lyerje, 1 gotë sheqer me 3 lugë gjelle mjalt, 1 filxhan çaj vaj dhe gjal, 1 filxhan çaj kos, 6 filxhan çaj miell, 1 pako pluhur pjekës, lëkura e 2 portokalleve që i kemi kaluar në rende. Këta janë përbërësit e recetës për të bërë gurabiet e gjyshes. Të mira, të dashura, të shijshme, perfekte për këtë javë me shi. Ti përgatisni. Ndërkohë, çfarë duhet bëjan? Merja qumshtin. Më falë, zënë vetë të marrë 2 nga përtasat. Qumsht. Me qënë se jemi duke përgatitur gurabiet dhe është momenti i miellit Ola, kujtoj që do të kemi gjatë recetës së dytë edhe kuicin e miellit Ola për të marrë njëri prej jush 25 kg miell Ola për çdo përdorim. Pra hodhëm 6 gota me miell, me të njëjtën gotë që fillova sheqerin në fillim. Ose me të njëjtin tas, si do ta filloni ju? S'ka fare rëndësi, mjafton numri i gotave ose i filxhanëve të çajit dhe nuk ka fare rëndësi ajo 150 apo 200. Po e fillut me të njëjtën, do ta mbaroni me të njëjtën. Mendoj që do dhe një gjysmë gote tjetër. Do më thënë, unë do shtoj edhe 2 lugë. Ja 1. Brumi thash nuk duhet jetë shumë i fort. Mund edhe të na ngjisin ndoshta në përduar, por gjë që rregullohet. Mjafton që t'i lyejmë duart me një çik vaj. Dhe brumi është fiks siç duhesh. Në rregull. Shife sa i butë që është? Shumë. Pritë të ndihmojon. Hajtë se dhe po bë me miell, mielli është i pastër, bereqet. Mirë. Po. Unë po i luj me gjalp. Duart. E heqim këtë? Shumë fare pak miell këtu. Edhe një qik. Mund ta merrni dhe këte nga tasi, ja, me lugë, kështu. Edhe i rregulloni biskotat, gurabiet. Formën e jepni si të dëshironi ju.
të madhe, të vogël, mund t'i bëjmë në formë sëje, si të doni. Ja. Edhe këto e Katerina, kam gati. Më thuaj. Ja, unë tani i kam bërë duart me gjallë, po duhet t'i laj prap. Do ma lashi që këtë? Këzë Të lutem, a? Këtë, po, pa pa, tjetër. Se nuk dua të shprish duart. Po, pa mera kësa ja rregullon tani. Këtë do t'a bëj për Olsin, qoftë se do dalë një biskot gurabie. Këto janë gurabie, se janë biskota. Më e madhe dua për Olsin, se Olsi i ha ëmbëlsirat shumë këtu. Olsi. Po pra, Një rëndësishmi. këto janë për t'ja u vendosur fëmijëve në çantë. Ja, nuk do t'i bëjt vogla. Qa arome që kanë. Tani Katerina e sigur që do të provoj çik brum. Kaq. Po, Ha? po, marrë qik. Faleminderit. Ndihet aroma e mjaltit e portokallit, ha? Ha? Djali im e donte gjithmonë brumin kështu kur gatuja unë. Ta thaj pak se ka lagështirë. Auj. Pak fare. Tani, mund t'i bëjmë, dekorojmë me një gotë të vogël rakije në shtëpi, një kup kështu, unë ashtu kam pas bërë gjithmonë, ose me formën e rrasës së vezëve. Ja. Tak, që sa e bukur që del? Ha? Perfekta. Më gje një gotë, kemi në raki spinjeri këtu. Ku shpi këtu raki, po mos Kemi kemi nga një këto të gotë çajit të voglat, jo? Jo, është e madhe. E di çfarë më jep nga këto që i vendosim mirë, për shumë e vogël. Le, me këto t'i bëjmë. Ne ato i bëjmë. Janë ato që bëjmë ne ke xhepi pasticërisë. Edhe ato, majp ato? Mos na bëhet vrimës. Majp ato një? Po. Ja, këtu. Po. Ja të bëjmë ja 2 prova çfarë forme të bëjmë. Ja, tak, vetëm në njëra. Nuk gjatë. Ajo është më dekor. Këdo ti. Ajo është më e lezetshme. Qa? Kjo. Ka pra? çiksi më shumë forma. Kjo ka bishtin që na pengon pak. Po, shumë bukur. Po këtë po e lek shumë, s'ka problem. Shumë e mirë. Aromën e ka fantastike me këtë portokallin. Ja, brumin, qofse do isha unë pa lyer duart me yndyrë, Duhet lyej. do më ngjiste, ha? Tani këto po i bëjmë çik më të vogla. Ja, Kështu zonja Vellsa? po, afro, e? Fike këta. Hajt. Ja. Ajo është e Olsit. Aman Olsi, mos harrojmë, është e jotja, se mos bën gabim njeri ta marrë. Qa do televizor? Kjo është. Kush është që ta ha unë, thot. Po që ki ta bënë në ajote tjetër? Njësoj apo më të madhe? Si ta doja i ja bëj? Ja, dhe. Po si hajë ëmbëlsirat, po e di unë. Po, ja ke mësuar çfarë do njërin, çfarë do tjetri. Po, Do shtypim njerë këto, e pastaj di, po do t'i shtyp për i rahat ti. lyejmë në rregull. Në rregull, kjo është receta siç e pat gurabiet e gjyshes, ndërkohë receta tjetër do të jetë një recetë sup kremoze Po. me presh e shijshme për të gjithë Tani familjen. do thonë ju e lodhët Katerinën. E lodh në njerë unë Katerinën. Çfarë do bëjmë Po, tani? jo se vetëm hape ka pakun aty. Kjo është goxha punë. Po, shumë punë. Ja dhe vajin, që mos ta bëjmë shishen pis. Hidh pak vaj, jo shumë, për arsye se ne vajin do t'ja hidhim të freskët, të pa ngrohur, Në në rregull. fund fare. Dhe këtu kemi 600 gram presh. Këto preshët i kam prerë, hol. Hiqe ato, s'ka problem. Se vendosim shtoja? ato. Po, i vendosim aty brenda. Do t'i hedhim 2 kokra krip, që të nxirri lagështirën e vet. Kripën e ke aty Katerina. Po. Marrën. Dhe i vendosim kapakun në temperaturë jo shumë të lartë, se nuk do t'i japim preshëve ngjyrë, vetëm që të ulin volumin e tyre. Kaq do bëjmë, të shfrytëzojmë këto minutat që kemi në dispozicion. Ndërkohë unë do t'i kem mbaruar këto. Furra duhet të jetë e ngrohur në temperaturën 200 gradë për gurabiet dhe do t'i lëm 25 deri në 30 minuta, jo më shumë. Në rregull. Do të thënë gjatë publicitetit kaq do bëjmë në për recetën e dytë. Kaq, kur të hym pastaj,
i kam prerë aq të vogël. Do edhe këto, e bëjmë më vonë. Në rregull. I bëjmë kur të hym. Buka shoqëruese e supës. Po. Ato do t'i bëjmë në gjuhën kulinare quhen crouton. Ose bukë të thekura kërce, por nuk do t'i thek këtu, do t'i luaj me vaj, ulliri, me rozmarin të thatë, me sherebel të thatë, me krip, me pak piper të kuq, do t'i përzjej në një tepsi me letër pjekje dhe do t'i vendos në furrë. Temperatura 200 gradë vetëm 10 minuta, sa të zverdhen pak, dhe do t'jetë, mund t'i vendosim në një kup, po mund t'i vendosim edhe pak fare në sipërfaqe të supës. Në rregull, ne gurabiet do t'i vendosim në furrë siç tha zonja Vjollca pas pak, vetëm do t'i japim formë, do t'i lyejmë me të verdhën e vezës me qumësh dhe kaq mbaruam me përgatitjen e tyre. Gurabiet e gjyshes, ku pa diskutim e domosdoshme është të përdorim letrën e pjekjes fino. Gjyshet jam e bindur e din shumë mirë që gurabiet nuk dalin të mira pa letrën e pjekjes fino. Ndërkohë, çupkat e reja, siç thot zonja Vjollca, ka nevojë ndonjëherë t'ju kujtosh që është e domosdoshme, se ndryshe ato gurabiet nuk piqet si duhet, ajo shija nuk është e mirë, ndoshta merr pak më shumë ngjyrë se sa duhet. Sepse nuk do shtrojmë përsëri gjalp ose vaj, që të na bëhet edhe gjysma e gurabies me yndyrë, edhe të bëhemi pis kur ta konsumojmë, prandaj duhet letra pjekje. Yndyrën ajo e ka brendja mjaftueshëm. Ju duhet patjetër, kjo është arsye për të buzëqeshur në kuzhinën tonë të dashur.